Kryeministri britanik Keir Starmer njoftoi të martën një plan të ri për të investuar 15 miliard pound shtesë, rreth 20 miliard dollar, në modernizimin e forcave të armatosura të Mbretërisë Bashkuar me synim përgatitjen e vendit për sfidat e ardhshme të sigurisë. Sipas tij, ky është një nga projektet kryesore të mandatit të tij dhe një hap i rëndësishëm drejt forcimit të kapaciteteve ushtarake të vendit. Rritja e shpenzimeve ushtarake deri në 79 miliard pound në vit, plani parashikon një rritje prej rreth 5% të shpenzimeve vjetore për mbrojtjen, të cilat do të arrijnë në 79 miliard pound deri në 2029. Megjithatë, kjo shifër mbetet më e ulët se kërkesa e drejtuesve ushtarak, të cilët kishin kërkuar rreth 28 miliard pound shtesë për të mbuluar nevojat e forcave të armatosura. Prezantimi në samitin e NATO-s në Ankara, ku Starmer pritet të prezantojë planin në këtë samit me 7 dhe 8, ku synon të tregojë se Britania është në rrugën për të përmbushur objektivin e aleancës për rritjen e shpenzimeve në fushën e mbrojtjes. Sipas planeve të NATO-s, vendet anëtare synojnë që deri në 2035 të arrijnë shpenzime totale prej 5% të prodhimit të brendshëm bruto, ku 3.5 do të shkojnë për mbrojtjen ushtarake, investime në teknologji dhe armë të reja. Plani britanik përfshin 5 miliard pound për dronë dhe sisteme autonome, krijimin e një marine hibride, modernizimin e ushtrisë, forcimin e kapaciteteve bërthamore parandaluese, zhvillimin e një avioni luftarak të gjeneratës së re për RAF. Starmer tha se këto investime do të rrisin sigurinë kombëtare dhe do të krijojnë vende të reja pune. Mbështetje për NATO dhe industrinë e mbrojtjes. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte përshëndeti planin si një hap pozitiv drejt përmbushjes së objektivit të aleancës. Edhe kompania britanike e mbrojtjes mirëpriti nismen duke e theksuar rëndësinë e saj për industrinë ushtarake dhe sigurinë kombëtare. Kritika pati për mungesën e financimit, megjithëse kritikat e kanë cilësuar planin si të pamjaftueshëm, duke paralajmëruar se ekziston një mungesë financimi prej rreth 28 miliard pound. Sipas tyre, kjo mund të sjellë vonesa në blerjen e pajisjeve ushtarake dhe uljen e fondeve për trajnim, logjistik dhe mirëmbajtje. Ish komandanti i Marinës Mbretërore, Tom Sharp, e quajti planin kursat të maskuar, duke thënë se disa projekte janë nënfinancuar. Nga do të vinë fondet, qeveria britanike planifikon të sigurojë një pjesë të fondeve përmes rishpërndarjes së buxhetit, 4 miliard pound nga ulja e investimeve afatgjata publike, 2.8 miliard pound nga shkurtimi i projekteve në transport dhe energji, 4.7 miliard pound të tjera që mbeten për të siguruar në buxhetin e 2026-s. Starmer theksoi se pavarësisht kritikave, plani përfaqëson një ndryshim historik për Britaninë dhe një hap të domosdoshëm për sigurinë kombëtare.